Me që të ndëruar përshëndetje edhe njëherë do të vazhdojmë sot me mësimin e radhës nga Ungjilli sipas Markut. Kërkoj falje që nuk e kam bërë një mësim për 2 javët e kaluara për shkak se edhe isha pak i nxanë për edhe isha pak i sëmurë, kështu që do t'i kthehemi sot prap këtyre mësimeve edhe jemi tek Marku kapitulli 8 edhe sot do t'i shikojmë vargjet 14 deri 21. Marku kapitulli 8, 14 deri 21. Le t'i lexojmë këto vargje fillimisht dhe pastaj t'i shikojmë mësimet që Perëndia dëshiron që ne t'i mësojmë nga ky pasazh. Marku kapitulli 8, vargjet 14 deri 21 na thonë: Dhe dishepujt harruan që të marrin bukë, dhe nuk kishin me vete në varg përveç se një bukë. Dhe Jezusi u jepte urdhër duke thënë: Hapni syt, keni kujdes nga tharmi i farisenjve dhe nga tharmi i Herodit. Dhe ata nisën të diskutonin me njëri tjetrin që nuk kishin bukë. Dhe duke e ditur Jezusi këtë, u tha atyre: Pse diskutoni që nuk keni bukë? Ende nuk merrni vesh dhe nuk kuptoni? A keni të ngurtësuar zemrën tuaj? Duke pasur sy nuk shihni dhe duke pasur vesh nuk dëgjoni dhe nuk kujtoni? Kur theva të 5 bukët për të 5.000, sa kofin plot me copa mbartet? Ata i thanë 12. Kur theva të shtatat për të 4.000 persona, sa mbushi koshesh me copa mbartet? Dhe ata i thanë 7. Dhe ai u thoshte atyre: Si ende nuk kuptoni? Pra siç e shihni në këtë pasazh, në këto vargje, mësimi i përgjithshëm i këtyre vargjeve është Jezusi duke i urdhëruar dishepujt e tij që ata të kenë kujdes nga farisejt dhe nga Herodi, nga mësimet e tyre dhe nga doktrinat e tyre. Në videon e fundit nga vargjet 11 deri 13 ne kemi parë se si këta farisejnë erdhën tek Jezusi dhe i kërkuan atij një shenjë nga qielli, dhe mirëpo siç folëm, ata nuk e kërkonin këtë gjë me sinqeritet apo me dëshirë për të mësuar se kush Jezusi ishte, por ata bënin këtë thjesht për ta sprovuar Jezusin, për ta testuar Jezusin dhe për të gjetur diçka gabim me të. Dhe siç e pam, në fund Jezusi nuk u dha atyre këtë shenjën që ata kërkuan. Farisejt ishin udhëheqës fetar që dukeshin mirë nga jashtë, që silleshin, mundoheshin të silleshin mirë para syve të njerëzve, por brenda zemra atyre ishte komplet e korruptuar, edhe ishte plot ndyrësi dhe hipokrizi, dhe Jezusi i qorton ata për këtë gjë. Mirë, po tash Jezusi jo vetëm që i qorton farisenjët për këtë gjë, por ai në këtë rast tash, në këtë pasazh i kërkon dishepujve të tyre, dishepujve të vet, që ata të kenë kujdes nga mësimet e këtyre farisenjve, që të kenë kujdes nga mashtrimet e tyre dhe doktrinat e tyre të gabuara. Vargu 14, siç e lexova, thotë: dishepujt harruan që të marrin bukë dhe nuk kishin me veten në varg përveç se një bukë. Marku na thot këtë që në fillim të këtij pasazhi, sepse kjo shpjegon arsyeën se pse dishepujt e keq kuptuan Jezusin kur ai tha që të kenë kujdes nga tharma e farisenëve. Kur Jezusi fillon të flet atyre që të kenë kujdes nga farisenjët, ata e keq kuptojnë dhe mendojnë se ndoshta Jezusi po i qorton ata sepse kishin harruar që të marrin bukë. Dhe në vazhdim e shohim këtë vargu 15, dhe Jezusi i jepte urdhër duke thënë: Hapni syt, keni kujdes nga tharmi i farisenëve dhe nga tharmi i Herodit. Pra ky është urdhri që Jezusi u jep dishepujve. Nuk është një sugjerim, nuk është një ide e mirë, është një urdhër shumë e rëndësishme, është një urdhër shumë e rëndësishëm, siç do ta shohim më vonë. Tash kur Jezusi e thot këtë, sapo Jezusi ju thot atyre që ata të kenë kujdes nga tharmi i farisenëve, ata menjëherë dishepujt nisin diskutojnë me vete, vargu 16, diskutojnë me një tjetrin që nuk kishin bukë. Do thotë dishepujt nuk e kuptuan as pak se çka Jezusi po i urdhëronte. Ata kishin frikë se Jezusi do t'i qortonte që kishin harruar që të marrin bukë me vete, por kjo nuk ishte as pak çështja. Shiqoni çka Jezusi ju thot, vargu 17 deri në 21. Dhe duke ditur këtë, Jezusi u tha atyre: Pse diskutoni që nuk keni bukë? Ende nuk e merrni vesh dhe nuk e kuptoni? A keni të ngurtësuar zemrën tuaj? Duke pasur sy nuk shihni dhe duke pasur vesh nuk dëgjoni dhe nuk kujtoni? Kur theva të 5 bukët për të 5.000, sa kofin plot me copa mbartet? Ata i thanë 12.
kur theva të shtata për të 4.000, sa mbushje koshësh me copa mbartet, dhe ata I thanë 7. Dhe ju thashtë atyre si ende në kuptoni. Me fjalë të tjera, Jezusi ju thot dishepujve, nuk jam duke folur për çështjen e bukës, nuk jam duke dashur t'ju çortoj sepse ju keni harruar që të merrni bukë. Kjo nuk ka rëndësi. Në 2 rastet e fundit që ju kishit harruar që ju të merreshit bukë, çka kam bërë unë? Ja kujton Jezusi që ai kishte bërë mrekulli duke I ushqyer një herë 5.000 veta, një herë 4.000 veta, në mënyrë të mrekullueshme, thjesht nga 2 apo 3 bukë që ata kishin me vete. Edhe Jezusi thotë nuk e kam fjalën për bukën. Edhe në fund dishepujt e kuptojnë këtë. Mateu në fakt duke na folur për të njëjtën gjë tek Mateu 16:11-12 thotë Jezusi thotë si nuk kuptoni që nuk e kisha fjalën për bukën kur ju thash të ruani nga maja farisejve dhe saducenëve. Atëherë ata e kuptuan se ai nuk e kishte thënë të ruheshin nga maja e bukës, por nga doktrina e farisejve dhe të saducenëve. Pra, më në fund dishepujt e kuptojnë se ai kishte fjalën për farisejt dhe në këtë rast në fakt edhe për Herodin. Tash le ti kthehemi vargut 15 sepse ky është thelbi I këtij pasazhi. Vargu 15 dhe Jezusi u jepte urdhër duke thënë hapni syt, keni kujdes nga tharmi I farisejve dhe nga tharmi I Herodit. Pra, si thash më herët, Jezusi u jep dishepujve këtu një urdhër. Dhe urdhri është hapni syt, keni kujdes nga tharmi I farisejve dhe nga tharmi I Herodit. Çka do thotë kjo? Tharmi apo maja, siç quhet ndryshe, është një substancë që hidhet në miell kur ne bëjmë bukë, kur ne gatuajmë bukë. Edhe ti mund të kesh kur të gatuash bukë, ti mund të marrësh një sasi mielli edhe t'ja hedhësh vetëm pak maja apo tharmi, edhe pastaj mbasi ta bësh brumin dhe e lën të pushon brumin për 1 apo 2 orë, çka ndodh? Ky tharmi apo kjo maja, ose në Kosovë siç I thënë më herët kfasaq, kjo maja e fryn bukën. Ti mund ta kesh një sasi të vogël fillimisht të brumit, mirë mbasi që të pushoj 1 orë apo 2, kjo sasia vogël e majës e ndikon tër brumit saqë e shkakton të rritet. Ju që gatuani bukë, besoj që e dini shumë mirë këtë. Do thotë kjo sasia e vogël e tharmit e ndikon tër brumin edhe e ndryshon plotësisht gjendjen. Dhe Jezusi është duke ju thënë dishepujve, duke ju urdhëruar dishepujt që të kenë kujdes nga kjo maja e farisejve, nga mësimet e tyre të rreme, nga mashtrimet e tyre, nga doktrina e tyre të gabuar, sepse ata nëse dishepujt e tyre përzihen me farisejt, ata mësimet e këtyre farisejve janë sikur maja që do t'i infektoj dishepujt edhe do të ketë ndikim të madh në ta. Kështu që ky është mësimi që Jezusi është duke ju dhënë atyre. Mos u përziheni me ta, mos u përziheni me doktrinat e tyre, sepse kjo mund të ndikojë shumë në juve. Edhe besoj që janë 2 gjëra që ne mund t'i aplikojmë nga ky mësim. Së pari, ne duhet vërtet si ndjekës të Jezusit, ne duhet vërtet që të kemi shumë kujdes që të mos bashkëpunojmë me njerëz që kanë doktrina apo mësime të rreme. Pa marrë parasysh sa fetar ata janë, sa të sjellshëm janë, sa të respektueshëm këta persona janë. Nëse këta mësojnë doktrina dhe mësime që shkojnë kundër Biblës, doktrina të rreme, ne nuk duhet që të përzihemi me ta, që të bashkëpunojmë me ta. Po ne mund të respektojmë ata, mund të lutemi për ta, mund t'i trajtojmë në mënyrë të mirë, në mënyrë duhur, por duhet kemi kujdes që të mos marrim pjesë në mësimet dhe praktikat e tyre, sepse sikur tharmi që e infekton brumin, mësimet e tyre të rreme mund na infektojnë neve. Kështu që le të kemi shumë kujdes. Si të krishterë ne duhet të jemi si kjo maja, por duhet të jemi si kjo maja që ndikon
indikon ata që kanë mësime të rreme. Bibla gjithashtu na flet në fakt për majën si një ndikim i mirë. Për shembull tek Luka 13:20-21 që ka thënë pastaj Jezusi tha përsëri: me sa të krahasoj mbretërinë e Perëndisë, ajo i ngjan majës apo tharmit që e merr një grua dhe e përzihen me 3 masa mielli derisa të mbrohet i gjithë brumi. Pra, ne si të krishterë duhet të jemi si kjo maja që t'i ndikojmë këta mësuesit e rrem që të kemi ndikim për të mirën e ta dhe jo që t'i lëmë këta mësuesit e rrem ose këta hipokritët që t'jenë si maja dhe të na ndikojnë neve. Kështu që ky duhet të jetë qëllimi, le të kemi kujdes që të mos i lëmë mësimet e tyre si kjo tharme që të na ndikojnë neve, por ne të jemi si tharme që të ndikojmë ata. Ky është mësimi i parë që ne mund ta mësojmë. Së dyti, një gjë shumë e rëndësishme që mund të mësojmë nga ky pasazh është që ne duhet të kemi kujdes shumë kujdes nga mëkatet tona, sidomos nga mëkatet e vogla. Shpesh ne mashtrohemi dhe mendojmë se një mëkat i vogël nuk qën shumë peshë. Një gënjeshtër e vogël apo një mashtrim i vogël nuk ka shumë dert. Ne duhet kemi shumë kujdes nga kjo, sepse ky mëkat i vogël, nëse nuk e heqim qafe, thjesht do të vazhdoj të rritet derisa të na infektoj gjithë qenjen tonë. Ky mëkat i vogël është sikur kjo tharmi apo maja që nëse nuk e heqim dhe e lëm që të pushojnë në neve, që të banojnë në neve, atë do të na infektoj më shumë çdo ditë, do të rritet do të na infektoj tërë qenjen. Kështu që mos të luajmë lujra me mëkatin. Pali në fakt kur i shkruan Korintasëve që ishin krenar, tregueshin krenar, mburreshin, shoni çka Pali u thotë atyre. Pali u thotë që të kenë kujdes nga kjo sepse do të shkaktoj shumë dëme. Tek 1 Korintasëve kapitulli 5 vargu 6, Pali u thotë nuk është e mirë mburrja juaj apo krenaria juaj. A nuk i dini se pak tharm e mbrun tër brumin? Korintasët ishin krenar edhe mburreshin me krenarinë e tyre, edhe Pali u thotë keni kujdes sepse kjo mund të korruptoj tërësinë tuaj. Ky mëkat është si tharmi apo si maja që e mbrun tër brumin. Kështu që të kemi kujdes. Këto janë dy mësime të rëndësishme që besoj që ja vlen ti marrim nga Jezusi, nga ky pasazh që Jezusi na flet këtu. Për fund, pra vëllezër dhe motra, le të kemi kujdes nga këto dy gjëra, le të kemi kujdes nga ata që mësojnë doktrina të rreme, që mos t'i lëmë ata që të na ndikojnë, që të kenë ndikim në neve, mos të infektohemi me doktrinat e tyre, dhe së dyti le të kemi kujdes nga mëkatet tona, mos t'i tolerojmë ato sepse sa më shumë që t'i tolerojmë ato, aq më shumë ato do të kenë ndikim në neve. Në të kundërtën, le të jemi si tharmi apo maja e mirë që ka ndikim për të mirë tek njerëzit, dhe kështu ne do ta ndërtojmë mbretërinë e Perëndisë ashtu siç Jezusi na tha. Kjo pra është mësimi nga Marku kapitulli 8 vargjet 14 deri në 21. Besoj se është një mësim shumë i rëndësishëm. Ju përshëndes edhe një herë dhe kalofshi mirë. Zoti ju bekoft.